Elvis Roshi, ish kryebashkiaku socialist i Kavajës, është rishfaqur në publik në mitingun e Sali Berishës, dikur kundërshtari i tij politik. Në përpjekje për të mos u identifikuar, Roshi mbante në kokë një kapele dhe qëndronte pa kreshta pas flamurnokës, por më shumë se prania fizike e ish kryebashkiakut, duke se tashmë Roshi është vendosur në vijën e parë të fushatës së PD-s në Kavaj, pasi kushëriri i tij Elton Roshi kandidon në siglën e koalicionit madhështor. Të shtunën në Kavaj, Berisha nuk tha asnjë fjalë për Elvis Roshin, por nuk janë të largëta vitet kur ai e cilësonte atë një kriminal që kishte zaptuar pronat e Kavajasve dhe jo vetëm. Në tetor të 2017-s, kur Lulzim Basha humbi përballë Edi Ramës, Sali Berisha do të lëshonte një lumë akuzash në parlament për Elvis Roshin, nga vrasës deri tek përdhunues e trafikant. Kur Elvis Roshi del me 5 emra në 3 procese, përdhunues, vrasë tjerë dhe trafikant. Zotëri, ti nuk je avokati zyrtari ti, nuk është avokati zyrtari ti, për është përfituesi kryesor i krimeve të ti, prandaj dhe del mashtron Kavajën dhe gjithë Shqipërinë. Por këto nuk do të ishin akuzat e vetme, edhe në vitet që do të pasonin kur Berisha drejtonte PD-n nëpërmjet djalit të tij politik Lulzim Basha, do të vijonte një fushatë e gjatë denoncimesh në rrjetet sociale ndaj Roshit për privatizimin e tokave, por me sa duket kohët ndryshojnë shpejt. Sali Berisha jo vetëm i ka harruar akuzat e tij të dikurshme, por Elvis Roshin e ka marrë pranë vetes, mbas edhe se ka një element të përbashkët, problemet me drejtësinë.